nderuar miq, zotërit e Bajramit, faleminderit që keni ardhur në këtë aktivitet organizuar nga Fondacioni Çamëria Santasini në përkujtim të masakrës së Villatit, një nga masakrat më të përgjithshme në Çamëri. Çamëria ka pasur një të kaluar të hidhur për një shekulli. Disa viteshin në mënyrë mbështetësarake, kurse disa të tjerë vriteshin duke lënë vatrat e tyre dhe duke marrë udhën e emigrimit drejt Shqipërisë. Ne njohim masakrën e Selanit apo atë të Paramitis. Sot po kujtojmë masakrën e Villatit, por ka shumë masakra të tjera, të cilët grekët mundohen që t'i fshehin. Ata nuk mund t'i fshehin këto masakra në të vërteta, sepse e vërteta nuk mund të fshihet. 80 vjet më parë, në 6 mars 1945, u krye në Babelsi në Pilat një nga masakrat më të tmerrshme ndaj popullsisë shqiptare në Çamëri. Në muaj mars erdhën nga Korfuzi banda xerdiste dhe bën masakër në fshatrat e Filatit në Spatar. Ne gjoja na thanë shkoni në shtëpitë tuaja dhe morëm rrugën për të kthyer në fshatrat tona. Ate kishin zëmprit dhe kanë vrarë 74 burra, gra dhe fëmijë. Kishin hapur dhe një varr të madh dhe varrosën të vrarët. Aty vranë dhe baban tonë. Ne mbetëm me nënën, 5 fëmijë, më i madhi 12 vjeç. Nga troditja, nënës si të thuash i kumendja. Kështu vjen masakra e Filatit në kujtimet e profesorës Resmi Osmani, i mbijetuar i masakrave. Sot kemi mundësinë të dëgjojmë nga studiues të shquar dhe historian që do të na sjellin analiza të fakte mbi këtë ngjarje, duke na ndihmuar të kuptojmë më thellë jo vetëm atë që ndodhi, por edhe ndikimin që kjo masakër ka pasur në identitetin dhe kujtesën tonë kolektive. Me këtë rast kam kënaqësinë të ftoj akademikun, profesor Dr. Bullum Xhufi, një nga historianët më të njohur shqiptar, për të ndarë me një analizë të thelluar mbi masakrën e Filatit dhe rrethanat historike që e shoqëruan atë. Një ditë të gjithë, rrallë faktë të doja të përgëzoja Fondacioni Çamëria Santasini dhe drejtorin e saj, zotin Anket Beliu, për organizimin e këtij takimi, që është një herësh edhe shkencor, edhe përkujtimor, me rastin e një nga, madje do thoshe, e masakrës ose spastrimit etnik të parë pas luftës së dytë botërore. Në propagandën politike, por dhe në historiografi moderne greke, ekziston një interpretim i mirë koordinuar për të justifikuar masakrimin e Çamëve dhe spastrimin etnik të Çamërisë në çastet e fundit luftës dytë botërore. Qershor 44, mars 45. Shqipërinë në këta 35 vjet e fundit e kam vizituar nga Mitsotakis si plak, kryeministri i Greqisë në janar 1991 ka qenë vizita e tij, e deri te Mitsotakis si junior kryeministri i Greqisë, që ishte së fundit në mars të vitit 2025. E mes këtyre dy kryeministri e president të Greqisë së re, të tjerë kryeministra e presidentëve e kanë ardhur, Stefanopoulos, Simitis, Papoulios, Karamalis, të gjithë, me të njëjtat fjalë të parafabrikuara kanë mohuar ekzistencën e një problemi Çam. I kanë deklaruar shqiptarët e Çamërisë si kolaborator të pushtuesve italo-gjerman, të cilët nga frika e ndëshkimit për krimet që pas këshin kryer në dëm të grekëve, në marim të luftës itën vullnetarisht nga Shqipëria. Ky është interpretimi zyrtar. Këto fjalë kanë shqiptuar mund mes Tiranës, këta drejtues të shtetit grek, pa u bërë kush fjalën dysh nga ana e shtetarëve të Shqipërisë demokratike. Më duhet përjashtoj vetëm presidentin e fundit komunist, Amin Zeli, i cili ka qëndruar, do të thosha burrërisht, pretendimeve dhe agresionit që i bëri Mitsotakis si plak në janar të vitit 1991. Të njëjtin refren shqiptojnë dhe historianët dhe akademikët grekë, dhe kjo është më dëshpëruese. Sipas Kyriakos Kendriotis, pas kapitullimit të Italisë, Çamët ju bashkuan gjermanëve. Në Janin, sipas tij, u formua një repart special me Çam që mbani dhe uniforma gjermane. Dhe me largimin e gjermanëve, Thesprotia u çlirua nga zerra, i cili u siguroi Çamëve shëndetin, jetën dhe pasurinë private, thot Kendriotis. Por ata zgjodhën të ikin në Shqipëri për t'u shmangur drejtësisë,
Kështu gjykata e Janinës nuk mundi veç të dënoj me vdekje në mungesë 1930 qamë. Në një kohë që dokumentat gjermane dhe vetë historian të shumë grek pohen se batalioni Nuridinos nuk ishte më shumë se 200, në ditët më të mira më shumë se 200 metrë. Një zëj ndryshëm dhe historianët grek, duhet ta themi dhe këtë, është ai i Lambro Balciotis, një studiues i ri, i cili më së shumti jeton e shkruan jashtë Greqisë. Sipas tij, kur Italia fashiste sulmoi Greqinë në tetor 40, krerët e komunitetit Çam u arrestuan dhe u dëbuan duke u dhënë kështu çamve musliman një provë se ata i prisnin gjëma akoma më të mëdha, thot Balciotis. Kjo mas, me siguri, ndikoi edhe në sjelljen e çamëve në muajt që vijuan. Kështu, kur ushtria italiane hyri në Çamëri, çamët u kthyen kundër popullsisë krishtere, e cila në vite ishte favorizuar nga politikat e qeverive greke në dëm të tyre. Ka parasysh sekuestrimin e tokave dhe vendosjen në tokë në vitin mas vitit 1923 të refugjatëve nga Azia e Vogël, refugjatëve grek. Kështu, vazhdon Balciotis, kur në nëntor 1940 forcat greke ripushtuan Çamërinë, të gjithë burrat Çam u internuan dhe qeveria greke mbylli syt kundrejt masakrave të kryera nga krishterët kundër tyre. Rreth 56 Çam u ranë në zonën e Filatit që në ditët e para, 300 të tjerë në Parameti e Igumenicë dhe në vitin 1940 akoma. Gjithsesi, i Balciotis e ka kapur thelbin e problemit Çam, edhe pse nuk i thonë të gjitha të vërteta, edhe të duhet ta themi. Dhe thelbi problemi Çam, sipas tij, është konkluzioni se dëbimi, e thot Balciotis, dëbimi Çam dhe musliman nga epiri perëndimor ishte rezultati i një politike shtetërore, një politike frymëzuar nga ideologjia nacionaliste që mbizotronte në Greqinë e periudhës mes dy luftave. Dëbimi Çamëve, vazhdon ai, ishte pjesë e politikës së shtetit grek për të ushtruar kinse të drejtën e tij për të dëbuar jo grekët nga territori i vet. Fundi citatit. Në fakt, historia e Greqisë së re është dhe histori e dëbimit të muslimanëve, të cilët në treva të tëra përfaqësonin një pjesë mirë të popullsisë, po themi në prag të vitit 1821, në Thesali, Pelopones, Kret, ku kishte popullsi me shumicë muslimane. Qysh kushtetuta e parë greke e vitit 1822 e konsideron dhe Greqinë vendin e grekëve, pra ku jo grekët ishin të pa dëshiruar. Dhe njerësh vendin e njerëzve që besonin në Jezu Krishtin, pra ku dhe muslimanët e të tjerë besime ishin të pa dëshiruar. Kështu, si që në vizor një historiane e greke, edhe kjo e formuar në shkollën shkencore gjermane, jo greke, Gjorgja Kreci, kjo thot, ndërsa shqiptarët musliman Çamërisë duheshin dëbuar si jo grek, e gjithashtu si jo musliman, shqiptarët e krishterë u konsideruan nga politika helene potencialisht si grek të një gjuhë tjetër, dhe si të tillë mund të integroheshin dhe mund të asimiloheshin në shoqërinë greke, kjo pra për Çamët ortodoks. Presioni politik i shtetit grek me minoritetin musliman Çamërisë vazhdoi të ushtrohej edhe gjatë pushtimit të saj. Italianët dhe pas tyre dhe gjermanët ndojnë një politikë të përçarjes mes elementit musliman dhe atit krishter. Parulla e vjetër, divide et impera, pra nga që të sundosh. Nga njëra anë, ata përgëdhelnin ëndrat e të parëve, pra ëndrat e Çamëve musliman, për bashkim me Shqipërinë, duke tërhequr një pjesë të Paris Çam me vete. Kështu, emëruan Xhamildino si komisar i lartë për Çamërinë në 11 korrik 1941, por pa i dhënë atij ndonjë kompetencë apo pushtet faktik. Italianët nuk e bashkuan Çamërinë me Shqipërinë, siç bën për shembull me një pjesë të madhe të Kosovës. Si që dhe kishin premtuar, jo vetëm kaq, por ata patën si prioritet ta kishin mirë me qeverinë krishtere greke të Tsolakoglus, më vonë në atë të Ralisit, të cilës i lanë atributet rëndësishme të pushtetit lokal, siç ishin emërimi i prefektëve, i komandantëve të xhandarmerisë dhe ushtrimi i pushtetit gjyqësor, që u la qeverisë krishtere greke.
Këta vazhduan të zbatojnë politikën diskriminuese të mbështetjes së elementit të krishterë, duke mbajtur lidhje dhe me bandat e armatosura që terrorizonin fshatrat muslimane, siç ishin ato të Koç Nikollës, të Babunit e tjerë. Në këto pushtet, popullsia çame zhgënjur nuk i dha asnjë mbështetje regjimit pushtues. Në gusht 1942, komandanti i përgjithshëm i forcave italiane në Greqi, general Carlo Geroso, raportonte se çështja e pronave të sekuestruara të çamve pas vitit 1923 ishte një nga shkaqet e marrëdhënieve të ndera mes muslimanëve dhe të krishterëve çam. Por italianët nuk u përfilën as fare për ta zgjidhur atë problem. Kështu, mbi popullsinë çame në ato vite rëndonte një pushtim i dyfisht, nga njëra anë pesha e pushtimit italian, e nga ana tjetër pesha e sundimit qeverisë kryeslinge greke. Autoriteti i qeverisë kryeslinge të Athinës Çamëri uri konfirmua pas takimit të Mussolinit me generalin Çolakoglu në Athinë në 15 gushtë 1942. Italianët, ashtu si dhe gjermanët mas tyre, vendosen që qeveria e Çolakoglus, MT Ranisit, duhej mbështetur ekonomikisht e politikisht, qoftë edhe duke përgëdhelur ndjenjat nacionaliste të saj. Nuk është një rëndësi që me njerë pas takimit Mussolinit në Çolakoglu, regjimi fashist italian ndaloi votimin e një libri studimor shumë të rëndësishëm mbi çamërinë, që ishte përgatitur nga akademik të shquar italian. Votimi, siç u tha në njoftimin zyrtar, u ndalua për arsye politike, më thojza. Kuptohet, arsyeja politike ishte që mos u prishej qefi kryeslinge nacionalist grek. Situata mbeti e tillë edhe në okupacionin gjerman. Administrata civile policore në Çamëri vazhdoi të ushtrohej nga qeveria kryeslinge e Athinës, e cila bënte gjithçka për të nxitur konfliktet mes komunitetit musliman dhe atij ortodoks çam. Me urdhrin e tij të datës 13 shtator 43, komandanti i divizionit paralpin, Karl Heinz Rothfuchs, konfirmoi si guvernator të Athinit Mihal Cimbrin. Ky i fundit kishte qenë emëruar në këtë detyrë nga italianët qysh në vitin 1941. Në janar 44, komandanti gjerman i zonës së Igumenicës, pasi konstatonte, citoj, inkompetencën e administratës aktuale e greke në Çamëri, i propozonte komandës së grupit E të ushtrisë që në krye të prefekturës të Thesprotis të caktoi kreu çam Dino. Por, i shqetësuar për këtë propozim, kryeministri Kryesling Rali u kërkoi gjermanëve emërimin e një prefekti të ri grek në Çamëri, i cili të kryente funksionet zyrtare duke mbështetur nga Wehrmachti gjerman dhe nga formacionet e armatosura të grekëve, duke ndaluar, siç thoshte ai, veprimtarinë politike të grupit italofil të Dinos. Dhe kështu ndodhi, autoritetet gjermane të pushtimit i paralajmëruan krerët çam të mos ndërmerrin ndonjë aksion kundër të krishterëve. Në rast të kundër, deklaronte në 27 shkurt 1944 feldkomandanti von Wagner, çamët do përballeshin me trupat gjermane nëse preknin pra grekët. Nuri e Masardino u detyruan të premtonin se nuk do ndërmerrnin asnjë veprim që të mund të ishte në kundërshtim me interesat e Wehrmachtit gjerman. Në fakt, sqaron një raport i komandaturës gjermane e asaj kohe, deri tani nuk janë ndërmarrë veprime dhune kundër grekëve dhe shqiptarët për përpiqjen jo pa sukses për sigurimin e rregulltit të rendit publik. Për herë të parë në këtë dokument dhe fjalë për idenë e krijimit të një milicie shqiptare me efektivin e një batalioni. Në mars të atij viti njoftohet ekzistenca e një njësie paraushtarake çame nën komandën e Nuridinos. Në fakt, në mars të 44-s, Nuridino ndodhej në Gjirokastër ku po donte të rekrutonte një batalion me vullnetar shqiptar. Në 29 mars, komandanti i forcave qeverisë kryeslinge Tiranës, Prenk Previzi, i shkruan dhe komandës gjermane në Shqipëri për përpjekjet e Nuridinos për të grumbulluar vullnetar nga Shqipëria e Jugut për t'i përdorur kundër partizanëve. Personeli i këtij batalioni, të rekrutuar kryesisht Shqipërinë e Jugut, nuk i kaloi kur të 200 vetët. Dhe prandaj u zgjata në këtë pikë, kjo njësi veproi kryesisht kundër partizanëve shqiptarë në territorin e Shqipërisë dhe nuk u ngrit as pak për të mbrojtur popullsinë çame.
Në takimin që pati me prefektin e Gjirokastërës dhe Hiprunën në 11 maj 24, komandanti i divizionit 22 Alpin, generali Lanz, i komunikoi atij se komandanti i milicisë Nuritino do të ishte në dispozicion dhe në urdhrat e tij, pra të Gjermanit, dhe vetëm formalisht urdhrat e komandaturës gjermane do i përcjelleshin Dinos nëpërmjet prefektit të Gjirokastërës. Në fakt, raportet gjermane sqarojnë se batalioni Nuridinos ishte dislokuar në Gjirokastër dhe vetëm nga pikpamja taktike dhe përsa i përket furnizimit vare nga divizioni 22 Alpin i Janinës. Vetë efektivi i tij në shumicën ndërmuese përbëhej nga rekrut nga krajina e Gjirokastërës, si shtan, dhe aksionet e tij ishin zhvilluar dhe u zhvilluan vetëm kundër qetrave partizane në zonën Erin Lipohov, më vonë në Zarori e Devin. Kështu, pretendimi sotëm se kjo njësi e mbledhur me shumë vështirësi nga Nuritino ka luftuar kundër forcat të zerrës dhe ka kryer krime kundër popullsisë së krishterë Çamëri nuk qëndron fare në këmbë. Përkundrazi, burimet e votuar së fundit tregojnë se Dinot, ashtu si dhe përfaqësuesit e ballit kombëtar këtu në Shqipëri, banin kontakte të ngushta me zerrën. Në kujtimet e tij Teodor Sarandis, njeriu i besuar i Napoleon Zerrës, tregon për takimin e bërë në 26 dhjetor 43 me Nuridinon, takimi kërkuar nga ky i fundit. Takimi u bë në shtëpinë e Kenan Mesares në Janin. Sigurisht nuk u fol për të luftuar bashkë kundër pushtuesit gjerman, por për të luftuar kundër formacione partizane sa në Shqipëri dhe kundër atyre të Ellasit në Epir. Ndërkohë një numër i madh çamësh, më së shumti në brezin kufitar me Shqipërinë, u bashkua me forcat e Ellasit. Kështu në prill të 44-s, raportet gjermane flasin për bandën, e quajnë ata, bolshevike të Recep Plakut, një komandant i shuar i forcave partizane. Në verën e vitit 1944, me 500 çam u krijua batalioni 4 i regjimentit të 15 të Ellasit. Në verën e vitit 44, nga rreth 500 banor çam, më fali, përsëris frazën që thashtë. Në përleshje, me partizanët në kufirin midis Shqipërisë e Greqisë, në 23 prill të vitit 44, forcat gjermane ndeshën një rezistencë të anshpër pikërisht nga forcat partizane çame të kësaj brigade. Kur në qershor të vitit dhe po përfundoj, kur në qershor të vitit 44, forcat gjermane u tërhoqën nga Krajina, forcat e Edesit, rreth 1000 vetë të brigadës 16 e Edesit, të komanduara nga nën koloneli Krania, hyrën në Paramifi. Për 4-5 ditë me radhë, qyteti u krye në një kasapan ku burra gra e fëmijë musliman u ekzekutuan pa mëshirë. Numri i viktimave llogaritet parafërsisht rreth shifrës 500. Masakra e parë e Paramifisë. Në 28 gusht 44, bandat e zebës vran 49 burra dhe 8 gra në park. Në 14 shtator, 47 të tjerë, burra të tjerë, u ekzekutuan në Filat. 3 ditë më vonë, 51 njerëz u ekzekutuan afër spitalit të Filatit dhe në lumin në Shejla. Kështu, në Filat u masakruan 259 njerëz. Vrasjet ushtrim mëtej në Kos, në Karbunar, Dragum, Karvik, Marguliq, Spatar e Gjerë. Oficeri anglezi në Lirjes, Torrance, raportonte me cinizëm ato ditë se banditët turk, shu i quan ai, çamët musliman, ikën drejt Shqipërisë me armët dhe me kafshët e tyre, të cilat ai çmonte me një numër gjysmë milion dele e 3000 kuaj si pasuri. Më vonë, në një raport të 16 tetorit 1945, komandanti i misionit ushtarak britanik Woodhouse, që ka një rol shumë negativ në ngjarjet, në masakrat e verës vitit 44, do të thoshte lidhur me këto ngjarje, me cinizëm akoma më të madh se oficeri që thash Torrance. Thotë Woodhouse, zerra i inkurajuar nga misioni aleat që ishte në komandën time, i të boj çamët nga vatrat e veta në vitin 1944 për të lehtësuar veprimet luftarake kundër armikut.
Puna e zerrës u qua deri në fund nga një njësi e mbetur e tij e drejtuar nga një oficer me emrin Zoto. Çamët morën atë që merituan, edhe pse metodat e përdorur nga zerra kundër tyre qenë paksa mizore. Rezultati gjithsesi ishte shpërngulja një popullsie e një minoriteti të padëshiruar nga territori grek. Ndoshta është më mirë që ndodhi kështu dhe le t'i lëmë gjërat siç janë. Këtu mbyllet, si të thuash, edhe kjo pjesë e parë, do thosh edhe hyrëse, për kolegët e tjerë, do flasim pasaj për masakrën e dytë përfunditare të marsit të vitit 1945. Faleminderit. Kam kënaqësinë e madhe të ftoj atë që unë me shumë dëshirë e quaj memoria e gjallë e Çamërisë, historianin Hajretin Isufi, i cili ka volontuar të dokumentuar ngjarje kyçe të historisë tonë me fokus veçantë mbi tragjeditë e përjetuara në Çamër. Hajde që këtej, profe, ke shkallë. Përshëndetje të gjithë. Çamëria ka faqe të lavdishme në historinë e saj. Përcjellën vetë krenare, por në Çamëri ka edhe momente shumë të zymta, tragjedi të vërteta të popullsisë çamëri. Dhe sot ne do përkujtojmë njërin për aty. Masakrën e 6 marsit në 1945. Për këtë masakrë kanë shkruar shumë, por asnjëherë nuk kanë thënë të vërtetën. Dhe misionarët anglezë që kishin topin e kandarit në dorë, kur vinte puna, e mëshironin Çamërit për masakrën që ishte bërë, por në fund të fundit nuk thanë asnjë gjë. Unë e kam përgatitur në respektin tuaj, unë e kam përgatitur temën në letër. Por përvoja më ka treguar se kur flet, bashkëbisedon ngjit më shumë. Ngjit më shumë. Dhe pikërisht pse ngjit më shumë, unë do të ndalem disa aspekte. Masakra e parametirës u krye në 26 e 27 qershor. Për këtë nuk do të flasë. Pas masakrës së parametirës 26 e 27 qershor, në 2 shtator, 22 shtator, 1924, nuk mbeti kënd Çamri në Çamëri. Pra, data 22 shtator, 1924 nuk mbeti kënd Çamri në Çamëri. Kam botuar para disa vjetësh një libër para 25 vjetësh. Dhe ati kam një fotografi të Musademit me disa pjesëtarë Çam, familje Çami, me një akë në krah. Unë atëherë nuk e dija këtë që ky ishte data 22 shtator që i thoshte Lan Tomirin, dramë në Çamëri që ikte nga Çamëria në persekucion. Kjo është fotografi të ngo 24 shtator. Pas 22 shtatorit, situata në Çamëri nuk u stabilizuar. Konfliktet në mes të Majtës dhe të Djathës ishin shumë të ashpër. Forcat e djathta dhe ngadalë po dobësoheshin. E Majta pushtoi gjithë qendrat e Çamërisë. Pushtoi Parmetin, Filatin, Margëlliqin, me një fjalë gjithë të zonë. Ky e detyroi forcat e zerrës, Edesin, që me anijet angleze të sterojnë në Korfus. Dhe kështu Çamëria ra në kontrollin e të Majtës greke. Që për Çamrit, në sy e faqe, kjo ishte si thuaj një parti që i mbështeste. Por e vërteta është se jo më pak krime kanë bërë të Majtët në Greki se sa të djatët. Dhe do të tonë e dëshojnë më.
Në këtë situatë, kur gjendja në Çamëri ra 9 majtën, Komiteti Antifashist Çam, që ishte krijuar në dhjetor të vitit 1924, me kryetar Musa Demin dhe me një grup tjetër u nishën për në filat. Rrugën për në filat ata pa një tragedi të vërtet, pa një tmerr të vërtet, fshatra të ndjegura, shtëpitë shkatruara. Dhe ata menduan aty për aty se përkthimin e Çamëve me kishte e majta do ishte e vështirë. Musa Demi prej kësaj shkoi në Athinë. Në Athinë ai mori kontakte me qeverinë provizore greke, por në mënyrë të veçantë mori kontakte me aleat anglezë dhe u tregoi atyre se çfarë kishin vuajtur shqiptarët e Çamërisë gjatë shëndimit, gjatë masakrave të Zeros. U krijoi atyre që të ndikonin përkthimin e shqiptarëve në Greqi. E para, e dyta, ju kërkoi atyre që pronët e shqiptarëve Çam të shpërbleshin, dhe e treta, ju kërkoi atyre të krijohesh një garanci për familjet do ktheheshin. Dhe këta e morën për sipër gjatë tyre. Por në momentet e caktuara, këto ishin sa për të përcjellë përfaqësinë Çamit, se këta kishin bashkëpunuar vetë me zervën në krimet në paramithri. Këta kishin qenë si thuhet që e profesor Pullum, kanë qenë në dijenit të gjitha kombinacioneve të bënde greke. Në kthimin e tij Musa Demi nga Athina qëndroi te komiteti te kryesia e amit e Partisë Komuniste Greke në Janin. Po ju jap një shembull, po ju jap një lajm të mirë. Musa Demi, që në vitin 1942, sipas burimeve të fundit greke, nga aktivat greke, ka qenë antar, ka qenë një nga njeriu që kishte kontakte me krerët e të majtës në Janin. Ashtu që kishim neve për shembull qarkorin e Gjirokastrës. Në Janin ishte qarkori e Amit. Dhe ky kishte kontakte me qarkorin e Amit, se qarkorit e Amit i leverdishte kontakte me Musa Demin në mënyrë që të ndikonte për të bërë shqiptarët e Çamërisë në frontin antifashist nacional shqiptar. Ai aty u kërkoi këtyre që të garantonin sigurinë e familjeve Çame, që do ktheheshin në Çamëri, nëse do të ktheheshin, megjithëse kishte përhapur lajm komiteti antifashist që mos u kthenin tani se ka pasiguri. E dyta, ju kërkoi atyre që të plotësonin kushtet minimale për kthimin e familjeve Çame. Përgjigjja që mori Musa Demi në Janin ishte e para: kushtet për të kthyer familjet Çame në Çamëri nuk janë. E dyta, shtëpitë janë të djegura të shkatëruara dhe ne nuk kemi mundësi ekonomike që t'i ndihmojmë këto me ushtime dhe me veshpatje. Dhe e treta, në Çamëri akoma nuk është stabilizuar, nuk e kemi kontrollin sepse aty ka mosmarrëveshje, ka hashmëria dhe mundet që të ketë edhe gjërat pa përgjithshme. Musa Demi në këtë kohë kthehet dhe bën një kërkesë tek te përfaqësues të anglezë në Tiranë. Dhe i kërkon atyre që të jenë më të vëmendshëm. Në këtë kohë, në Varkiz, në 11 shkurt 1945, bëhet marrëveshja e Varkizës. Marrëveshja e Varkizës ishte marrëveshja më e zezë e më e dëmshme dhe më e gabuar që bëri qeveria e Amit Grek. Sipas kësaj marrëveshje, do krijohesh një unitet dy fronte, e bajta dhe e djathta. Dhe këtë front do të merrte e djathta.
Kjo është e marrëveshje e bërë në Arkis, me ndërmjetësi e kryeministit të Greqisë dhe përfaqësuesit të aleatëve. Akoma pa u tharë boja e marrëveshjes, gjithë bandat e Napoleon-Zelës kishin Korfus me anije zbritën në skelat kryesore të Çamërisë. Vasil Ballumi zbriti në Vorë, Ilia Kaça nga Polofshati zbriti në Vumenicë, Pantazejtë, një nga bandat kryesore të zonës Paramitis, zbritën në Sajarë, dhe këto u turën në përfshatra për të masakruar të majtën, sepse nuk kishin ku të gjeni Çamër më aty. Ndërsa Çamër kishin mbledhur rreth 5-6.000 veta, kishin mbledhur në Sarajë, në Filat. Mirë, por qeveria e Hamit kishte vendosur një rregull, që asnjë familje Çamëri nuk duhet kalonte Kalaman. Se në qofshë do të kishin kaluar Kalaman, kasapana do të çeqen më e madhe. Dhe këta, mbasi bën krime në përfshatrat kundër të majtëve, u drejtuan në Filat. Filat u bë kasapana. Atje u grumulluan vajzat, dhe nuset, në Kotrofiun e Filatit. Kotrofia ka qenë një konflikt i fëmijëve të Filatit. Atje e grumulluan të gjithë këto, dhe atje me gratë dhe me vajza, këta bënin gjërat nga më të pamoratshme. Bile përmendi një historiane, Jorga Keci, profesor Pullumi. Unë e kam njohur personalisht atë, dhe ka pasur shumë ikësime. Ajo ka bërë një artikull shumë dashamirës, shumë pro Çamërit në studimet historike. Ajo ka një shëmbull, ma ka treguar vetë në gojën e vetë ajo botë. Tha, masakrat ishin kaq të tmerrshme, tha, sa një grua Çame, tha, një nusë e re Çame, tha, me një fëmijë në dorë, për t'i larguar rrezikut, ngjitet në minaren e xhamisë. Dhe ata e ngjiten përsëri mbrapa, tha. Ja marrin këtë fëmijë, tha, dhe ja hedhin. Dhe këtë e kanë përdhunuar në mënyrë kaq të tmerrshme, sa ju tha, pashi Zotin, më jep një thikë të vllaz vetën. Masakrat e grekëve kanë qenë të jashtëzakonshme. Për të regoj dhe një gjë tjetër. Një nga kriminalët më të mëdhenj të Greqisë, të bandave të Zelës, ka qenë Dimitër Gallani. Dimitër Gallani nuk mbetesh prapa Vasil Ballumit, nuk mbetesh prapa Ilia Kaçës. Dimitër Gallani, kur masakronte gratë e të majtave, nxori nga brezi një thikë e madhe, e shikoni këtë thikë. Me këtë thikë tha, unë kam qarë 60 gjokës e grapsh. Kjo është e shkruar. Dhe këtë shëmë, këtë fakt e japi historiografia greke. Duhet të thënë një gjë, që s'duhet harrojmë. Masakra e Filatit dhe masakra e Paramitis, në të gjithë libra që shkruajnë sot Greqi, e quajnë të pafashur Napoleon Zela. Thot Napoleon Zela nuk kishte dieni për masakrat që u bën në Paramitin. Napoleon Zela nuk kishte dieni për masakrat që u bën në Filat. Masakrat e Filatit nuk i bën bandat e Zelës. Thot përfaqësuesi i Anglisë Palmer që shkojnë për të verifikuar gjendjen e krimeve të Çamërit dhe takoi atë Sarandin që përmendi profesor Pullumi, që ishte një nga bashkë si thuaj mbështetësit kryesorë të kësaj. Por thot bandat, krimet kundër Çamërit i bën thot për çështje ashmërie dhe numri atyre thot nuk i kalonte të 60. Me fjalë të tjera, Çamëria ka pësuar shumë, por të vërtetat e Çajmërisë akoma nuk janë zbardhur. Duhet të një gjë, megjithse as aleatët nuk bën asnjë lidhur me zbulimin e masakrave të Filatit dhe Çamërisë, mbas 25-s ishte Komiteti Antifashist Çam, ai që ngreti zërin
dhe mori përsipër të zbarja të vërteta. Në 1926 do të bësh konferenca e paqes të Paris. Komiteti antifascist Çam krijoi një dosje të veçantë për krimet e grekëve, për krimet e Napoleonzevës. Dhe në përmjet ambasadës së Beogradit, që atje në mos gabofsha ishte kapua, do t'i nishte në Paris. Konferencën e paqes. Si? Konferencën e paqes në Paris. Konferencën e paqes në Paris. Mosatemi kërkoi qeveri shqiptare që Çamëria duhet të ketë përfaqësuesin e saj. Mirë po, ministri i punëve të jashtme në atë kohë ishte Enver Hoxha, nuk mund të çonte një përfaqësi me një komunitet të flishte në konferencën e paqes dhe nuk e dha fjalë. Dhe Mosatemi e ndihti konferencën e paqes me shumë vëmendje. Dhe kur në ditë e para dhe ditë e para nuk u fol, ai kërkoi nga Enver Hoxha një takim të më thrasë një takim. Ai nuk e pranoi dhe Enver Hoxha e ky Mosatemi dha përheqjen. Të gjitha këto duhen kujtuar, por ka një gjë. Partia Komuniste Shqiptare e sapo krijuar çështjen Çame e pati prioritetin e vetë. Partia Komuniste Shqiptare dhe personalisht Enver Hoxha e ka ngritur shumë zemrin dhe shumë zërin për masakrën e Filatit, për dramën Çame, pa drejtësi i Çamit. Por kaq kishte mundësi, kaq mbani lekët e qeverisë shqiptare në atë kohë. Prandaj ne duhet jemi objektiv, realistë dhe të shkojmë drejt historikë. Për çështjen Çame, për dramën Çame mund të flitet shumë. Por ka një gjë. Historia ka treguar kur faktet janë me dokumente, ngjisin më shumë. Kur fjalët bëjnë, do të thënë drama e Çamërisë bëhet fjalë kafenesh, dhe merren përsipër të shkruhen nga njerëz të paaft i bëjnë dëm Çamërisë. I bëjnë shumë dëm Çamërisë. Unë kam lexuar herë mas here, i lexoj dhe shikoj ca gjëra që nuk qëndrojnë. Nuk ka pse t'i lavdërojmë Çamit për gjërat që kanë ne. Çamit kanë vërtetë të larta shumë. Ja për të tregoj një shembull tjetër. Lidhëm me 6 marsin 1925. Kur u larguar familje Çami, atje me një djalë 15-16 vjeç. Sepse nuk arriti ky të bashkohesh me familjen se kishin marrë ca mikë të vetë në familje. Dhe sa po e morën vesh që kishte mbetur një djalë Çami, lajmërojnë Zoj Pantazeli, që e kishte qenë në Filat, në Varfë. Kishte në Varfë. Van, e rrethuan shtëpinë, mirë pa ishte porositur, greqisht e në dinte, që tregonte se ishte i krishterë. Mos me të zgjatë shumë, o arrit që 2 fshatra bën beslidhje sidheri me Grikohorin, që të mos e dorëzonin këtë djalin. Dhe kryetari fshatit të sidherit janë shkruar ato. Është një historian nga Gumenica që ka bërë një libër shumë interesant. Dhe tha, unë tha jam nga sidhe. Çamrit e Varfajit tha më ka vrarë djalin. Dhe ne ka njeri tha, që unë duhet të hakmerë ndaj Çamrit jam unë, po mos më vranë Çamrit e Varfajit tha djalin tha. Mua Çamrit tha e Varfajit na kanë mbështetur, po mua më vranë tha 2 veta, Hasani dhe Hishemi ishin 2 binjatu, që ishin prototipi i negativitetit në të zonën e Çamërisë. Tha, ma ka vrarë ata, tha.
Prandaj tha, djalin e do të mbroj me besh, kur të shuhen e të gjithë, ndë shuhen e djali. Pyte droj, edhe u kthye në Shqipëri, faleminderit shumë. Fjalën e radhës do ta marrë shkrimtari dhe studiuesi Enver Kushi, një njohës i shkëlqyer i historisë së Çamërisë dhe një studiues i palogur në kërkimin e së vërtetës së tij. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar profesorët akademik, më lejoni që para se të them disa mendime e mia modeste për masakrën e Pilatit, t'i bëj omash jetës dhe veprës së profesor Selman Sheme, i cili u nda në kjo jetë në orët e para pas pesnate të 23 marsit. Profesor Dr. Selman Sheme ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës në degën Histori Gjeografi në vitet 64-68 dhe në vitin 1969 u emërua në Universitetin e Shkodrës, atëherë Instituti i lartë pedagogjik në Viktoria Kurqiv, si pedagog i gjeografisë rajonale dhe të botës. Dhe pas një karriere të gjatë prej 28 vitesh, Selmani në nga viti 97 në 2021 është profesor, ka qenë profesor pranë Departamentit të Gjeografisë në Universitetin e Tiranës, ku dha leksione në lëndët hyrje në gjeografinë rajonale dhe gjeografinë e industrisë. Ndërkohë, në vitet 97-2005 ishte profesor i lëndës Gjeografia Regionale e Botës në Universitetin e Tetovës. Në vitin 1992 zgjidhet anëtar i Komitetit Shkencor Ndërkombëtar pranë Fondacionit Emanuel për Jugun e Botës dhe në vitin 1994 në kryetar i Këshillit Kombëtar të Gjeografisë pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Selman Sheme është autor dhe bashkautor i 27 monografive dhe teksteve mësimore për shkollat nënveçare të mesme. Ai ka kontribut të madh për Çamërinë dhe çështjen Çame dhe sekretari i Shoqërisë Çamëria dhe si themelues dhe drejtues i Institutit së Studive për Çamërinë. Mbështetur në një bibliografi të pasur, autor vendas tuaj, ai ka publikuar disa monografi për Çamërinë si Çamëria, vendi, popullsia dhe jeta ekonomike, monumente natyrore dhe kulturore të Çamërisë, geo-hapësira e Konispolit, Çamëria, vështrim geopopulativ dhe etnokulturor, Odeon, çështja Çame, perspektivë e zgjidhjes e tjerë. Nderim dhe respekt emri dhe veprës së profesorit Selman Shemes. Tani do të them edhe unë disa fjalë për masakrën e Pilatit, për masakrën e dytë Pilatit. Unë duke qenë nga Spatari, një fshat shumë pranë Pilatit, baba im thonte që me i vrat pele mund shkoje në Spatar, vrati 1 kilometër e gjysmë, ose 2 kilometra. Nuk jam në ata, sepse neve shqiptarët edhe Çamët, po në përgjithësi Ballkanasit, edhe një fshat humbur, mund të jetë fshat i humbur me 4 ose 5 shtëpi dhe e nxjerrin si sigurisht të qendra e botës. Mbledhat në Spatara im, ai dini është marrë goxha me historinë e gjeografisë së Spatarit, ka figura të shquara. Tani, lidhur me dy masakrat, mbaj mend që i vogël, pastaj adoleshent në rinin time, pastaj kur u mallova, dhjetra rrëfime nga prindrit e mi, se mos nga babaj, i cili kujtet kishte kujtes fenomenale, por edhe nga patriotët të tjerë që vinin në familjen tonë. Në një kuptimi, unë jam ushqyer me këto kujtime për 2 masakrat. Tani këtu kemi në Napoli, Demin, pas të filloj, mbaj mend nga pas mik Petritin. Petriti ka qenë nga partizanat e parë të antifashizmit. Po të kapojmë me gradën Haridin, në Toger, Petriti, Kasem, Patrik Petrit të Demi, Petrit Demi, si partizani, nese. Mbaj mend erdhi vite shpesh në muze dhe mes të tjerëve më flet për 1 ose 2 marsin,
kur Petriti i shoqëruar nga 3 partizanë të teamit grek, kaloi orë të tëra në familjen tonë në Spadër. Sepse Petriti e kishte mikë xhaxhan tonë, Selmanin, i cili ishte aktivist e lëvizjes antifashiste, dhe mbante mend dhe edhe gatimit që i bën. Thotë nga ora 1 natës, dole nga shtëpia, Selmani na përsoti deri jashtë, mas u shpunë shokët e mirë, thotë partizan grek, i them Selmani, ishte data 2 mars, me familjen dhe që nesër ose pasesur largohu për në Shqipëri. Sepse këta e mbetuar edhe maset e çamve do t'i ktherin. Dhe vërtet të ndodhi data 7-8 mars zhanër u vra e mërat pastaj. Tani, Haridini, por një kjerigja, profesor Plumi gjithashtu kjerigja, dhe por rritë vërtetës në bisedat që bënin në shtëpinë tonë, më në fund thonin bëni shumë pyetje. Që kishin bërë? Kuj kishin bërë në qapë nësë, në motë në spatriotët? Ne kishin një sila, thonin ata, me krishterë, edhe në vëllë, edhe me grek. Shtëpinë tonë, por dhe familjet e tjera të spatrit, morën në mbrojtje vëllezit tanë nga Kastria. Edhe sot si që kanë më bie në kokë pyetje të parë të mirë, që kishin bërë që në vranë barbarisht. Më lejoni të citoj një pjesë nga letra që Musa Demi i dërgon Theodori Vitos, njëri prej drejtuesve të EDES-it, publikuar nga Haridini Sufi. Haridini s'ka marrë leje, por po e citoj të letra. Është shumë interesante letra. Është dërguar në gusht të vitit 1924. E misak? Çfarë shkruan Theodori Vitos? Kemi jetuar në misi dhe në paqe si vëllezër, kur të krishterët e fshatrat Filatit ishin në rrezik nga propaganda e huaj që nxiste vllavrasje dhe përçarje. Muslimanët morën në mbrojtje shumë të krishterë dhe u shpëtuan i atyre jetën, nderin dhe pasurinë. Dhe tani, shkruan Xhamusaj, ka koha që atë akt të lartë që kryen çamat musliman ndaj vëllezërve të krishterë ta bëni dhe ju. Në fund të fundit jemi vëllezër të një gjaku. Ngritja e dorës dhe përgjakja e vllajt është turp i shëmtuar dhe historia do ta shënojë si një njollë të zezë. Dorës së zezë ju duhet të vini fred, siç ja bëm dhe ne. Po për pat keq, zëvistët të detuar për shfarosje dhe largimin e popullit çame, me dhunë nuk i vonë fred dorës së tyre të zezë. Nëse masakra e parë e Pilatit, ajo shtatorit 1924 ishte epilogu tragjik i çamërisë, ajo marsi 25 është epilogu të tragjedisë çame, ku dora e zezë e bandave të Zevrës masakruan barbarisht gra, mi, burra dhe pleq. Profesorët e nderuar Haridini Sufi, që është një aktiv i gjallë i çamërisë, dhe Plum Xhufi, që jemi mirënjohës për angazhimin e tij shkencor dhe publik për çamërinë, dhe që është në qame, në tratesat e tyre zbardhën të vërtetat për masakrën e Pilatit. Do ndalën shkarazi që ndodhi në harkën kohër të 6 muajve nga ajo shtatori 24 në 13 mars të 25-ës, kur forcat e plastiras zbarkuan në Korfuz, në brigjet Çame dhe bën masakrën e dytë Pilatit. E para, popullsia e Çame kishte kaluar vjeshtër dhe dimin e ftohtë në Konispor dhe rrethina, e një pjesë ishin dyndën Devin, Saran, Vlorë e deri në Tiranë. Një pjesë ishte vendosur pranë kufit me Greqinë, duke shpresuar për rikthtimin në vatret e saj. Edhe familja jonë aty ishte pasaj u rikthyer. Lindi natyrshëm disa pyetje që Haridini pak shumë i sqaroi. Pse shpresonte popullsia Çame për të rikthyer në Çamëri? A ishin pavoshme gjendja në Epir për këtë rikthim? A do garantoj jeta e tyre? A kemi thirrje të shtabit të Ellasit për të rikthyer familjen Çame? A ka qenë e qëndrueshme situata në Çamëri? Mosvall unë cituan Çamët që u rikthyen Filat dhe zonën Barreth. Haridini, prapë për referu Haridini, në librin e tij për Musa Demin, i e bukur edhe mbështetjen me dokumenta paraqit atmosferën në Çamëri dhe Epir në këtë periudhë, pra periudhën 44-45, ku ndihet
në Qamëri një atmosferë akti e me djeta lufte mes dy formacioneve politike, Ellasit dhe Eldesit. Dhe dhjetor të 24-ës, Qamëria randuar të frontit nacional shqiptar e AMI, dhe ushtarët nacional shqiptar Ellasit. Forcat e djatës greke zbarkuan në Korfuz dhe shtapet e tyre në Sulm. Në temët shkurt 25, në shkrua marrëveshje e Vakizës, ku partizan në grek Aram Kurth me dorëzimin e armëve. Është nga momentet më të dhimbshme e më tragjike të mira e mileve partizanëve grek. Në filmin Ëndër të Qamërisë e kemi këtë moment ku në disa sekuenca djemtë dhe vajzat partizane qaj teksa dërzhanar. Të lutem, mundet të momentin? Është marrë nga kronika reale. Të gjëruarë, po jep, e vetëm 1 minutë i gjysmë. Janë skene vërtet ishte. Dhe ky është momenti. Fundi i partizanëve Çam, të inkuadruar në regimentin e 15 e AMI-t është tragjik. Në nënshkrimin e marrëveshjes së Vakizës, në 13 shkurt të vitit 1945 dhe pas dorëzimit të armëve, luftëtarët Çam u gjendën të çarmatosur. Shumë prej tyre u pranë rrugës nga forcat qeveritare. Stërnipër të Homerit që këndoi për ne. Është skedrale, gjiruar në kohë, dhe kjo ndodhi, marrëveshja e Vakizës ndodhi një kohë kur sipas profesor Krisofrashit e AMI ishte në kulmin e shkëlqimit të tij me 1.600.000 antar, ndërsa Ellasi kishte 40.000 ushtar të rregullt dhe mbi 50.000 vullnetar. Partia Komuniste Greke kishte mbi 40.000 antar. E pra, kur Çamët u rikthyen dhe pas Vakizës popullsia e Çamit ishte pambrojtur, e Majta e dislokuar në fshatin tim Spata dhe Kos, dy nga bastionet e antifashizmit në Qamëri, ndërsa forcat e Eldesit në rrethinat e Filatit. Në prag masakrës së marsit 25, e Majta ishte e qarmatosur, ndërsa e djata e armatosur. Kështu që popullsia e rikthyer në Filat mendohet 3.500-5.000, sipas palmit, dhe të shifrëve të Hajedini, ishte beti plotësisht e pambrojtur. Kur forcat e Eldesit sulmuan Filatin, e Majta nuk e priste këtë sulm. Kjo ishte një pabesi dhe tradhti shumë e madhe. Nuk do ndalem se ndodhi atë ditë në Filat, në Urbanën. Emrin Urbanën unë e kam ngolitur që fare i ri, sepse përmendej shpesh. Vanra është rreth 2 kilometra nga Filati, në këtë udhëherën barbarisht 217 vest, për cilëve 120 burra, 60 gra, 15.000 etj. Në vitin 1925, në 6 janar, këtë më dha lejen Hajedini ta lexoj të plot, Komiteti Nacional Shqiptar i AMI-t dhe Komiteti Pan-Epilatik i bën një thirrje popullsit çame të Epilatit. Po lexoj këtë thirrje. Hajedini ka në greqisht dhe ka përkthyer, ka marrë me burim tjetër. Është shumë interesant. Të gjithë e dinë se populli i kësaj krajine këto vitet e fundit vojti shumë nga fashizmi. Gjaku i papajshëm, u det lumë, gra, qilimi u masakruan, pa mëshirë dhe fshatët të tërë u zhdukën nga plagët. Nga këto këqija, në kohë të ndryshme, e psuan dhe banorët e krishterë dhe ata musliman të krajinës, veçanërisht për masat e katastrofës dhe masakrimit që kohët e fundit shkretoi elementi minoritar musliman të kësaj krajine janë një krim i tmerrshëm në historinë e gjakosur të viteve të fundit. Ata që ishin në krye të kësaj gjakderdhje, ata që bën krime, ata që vodhën, që lyen duart me e tyre me gjakun e njerëzve të pafajshëm dhe të dëshëm, qofshit krishterë ose musliman, nuk do të shpëtojnë nga dënimi, por ne do t'i kapim dhe do t'i atrozojmë popullin për t'i gjykuar. Dhe ata musliman që në urdhat e Nuribeut vranë e masakruan të krishterët dhe ata të krishterë që të paguar dhe të thequr nga fashizë zerras, shkretohen fshatrat e muslimane,
dhe theri gra, burra, fëmijë, musliman, të gjithë këta kriminal nuk i shmangen dënimit dhe gjykimit të drejtësisë. Dëshmia e fundit për Çamërin e braktisur e lënë ashtu siç ishte 45-ën e kemi nga Alik Çaçi. Alik Çaçi ishte antar Komisionit Hetimor, është shumë interesant për shkrimi që bën Alik Çaçi kur futet Çamëri. I afrohemi Çamëris, që në shesh pranë rrugës ka më shumë se 10 kryqe të ngulur në dhe. Janë të gjithë njësoj dhe të freskët. Pyet shoferi, se çan këto kryqe. Këtu janë bërarë 10 vjet nga Gjermanët, më thotë. Zbërësi, i afrohemi një kryqi dhe lexoj. Vasilios Kostas, pjesë 28, vrarë nga çanët. Kryqi të tilla kishin vendosur gjatë gjithë rrugës të shkatruar në Vilat dhe përtej deri në Sajaf. Delegati grek nuk foli asnjë fjalë. Kishte turp, sepse manovra e tij dukej sheshin Alebi e Tuzhme. Fshati i parë, i dyti, i treti e shkatruar. Mure të zi dhe qeramide të vjetra dhe obore rënoja, ja cila është tepra e banditëve të zemrës. Masakrat filluan, jesë mbaruan, po të hedhë njeriu një syri në fshat të Çame, do të qohë gërmalla kudo. Të dashur e dim, po të rritojmë ty sepse ti nuk e mban mend. Flasim vazhdimisht telefon, para disa muesh, dhe sa flisim telefon, edhe këto fjalë të mëndshme të ti unë i shënova. Që më tha Heledi, se mban mend. Këto fjalë, njerëzit ikin, por në tokën e tyre mbetet shpirti, mbeten kujtimet, mbeten ëndrat, e mbi gjitha mbeten miqësit. Unë këtu po sjell dëshmi nga familja ime për këtë lloj miqësie që shpëtoi jetën kësaj familje. Në qytetin e vogël të Rogozhinës, pranë tunelit e korridor, ishte një lagje si e ndarë në qyteti. Ati banon në Vlep, Çam dhe të ardhur nga biset dhe tjera të Shqipërisë. Në skajnë tjetër, prapë si veçori ishte një lagje me emrin Koptë Plot Miqësia, që banoi e tërë nga Çam, e të kthehemi tek lagja tek tuneli. Nuk e di se ku ishte vendosur Vlep atje, por para tyre, në të vend ishin strehuar partizanët e Amit, bashkë me familjet e tyre, kur Greqia u përfshi në luftra civile dhe e majtë greke pati një fund të lipshëm. Më mund të qenë viti 59, 60 ose 61, kur pas amnistisë së qeverisë greke, ata u readresuan. Ka qenë e mend të mirë një ditë shtatori, binte pakshi, kur partizanë grek me gratë dhe fëmijët e tyre, por dhe mbaktit hipur në sa makinë ushtarake, kalua përmes qytetit. Nuk të të harroj kur, megjithëse isha fëmijë, fytyrat e tyre të trishtuara. Velenca që hedhur mi krak dhe duart që i ngrini për të dhënë ato mirën e fundit banorëve që kishin i pritur. E mes tyre kishte edhe Çam që ata ishin takuar me të Amit. Mes tyre, Hajdini Kanjor ka qenë një Gjamili Ljazi nga Reçati, i cili njihte shumë mirë vllai ishte në Greqi, shkonte shpesh në kampin grek që ishte tek tuneli. Në Rogozhinë, e vetmja familje që mbeti ishte ajo Strugari, nga Pilati. Unë s'o harroj kur por Iksenin, gruan e mirë dhe djalin e saj, Dimitri, që ishte nxënësi im në gjimnazin e Rogozhinës. Por Ikseni i rriti edhe vajzën, edhe djalin, pasi shoqi ish partizan nga Pilati, vdiq në qytetin e Rogozhinës aty u varros. Babai im, Hajdini ka qenë afër, kur unë isha mësues në ndorinë e kur, thonte kujdes të nxënës, kujdes të djalë, e shirmikut, të shok se bën në kur. Ama, baj mend që një ditë të bukur do thotë, mbaje afër, ndihmoje të Dimitrin. Bile më tha, thuaj edhe kolegët e të mësues që ta kenë kujdes. Unë e pyeta pse. Më tha, familja jonë ka patur misi me Panjo Strugari. Dhe është një studim i janarit vitit 1924, pasi u kërkua nga Foreign Office që të bëjë një studim
për fatin e minoriteteve në Greqi mbas luftës së dytë botërore. Është në studim pa boja, briljan, dhe ai diplomati grek e ka shkruar dhe ai gjendet sot në arkivat britanike. Cili që mendimi ti? Mendimi ti që në Greqi ka shumë minoritete. Italianët e Greqisë të Patras, Pireut, Korfuzit dhe tjerë nuk ishte problem fare sepse si një vend kushtues do shpërnguleshin dhe nuk ishte e vështirë. Problemi ishte me minoritetin turk në Greqi, por minoriteti turk në Greqi kishte mbrapa shpine një shtet fuqishëm si Turqia, që ishte neutrale në luftën e dytë botërore dhe ishte shumë e vështirë ta shpërngulje pa patur reagimin e Turqisë. Ishte problemi i slavëve të Maqedonisë, që dihet se ç'ndodhi pastaj pas luftës së dytë botërore, dhe për ata parashikoi sërish një shpërngulje pjesore. Por ishte problemi i vëllezërve. Sipas studiusit kishte dy kategori vëllezësh. Një pjesë e vëllezërve që ishin televizuar dhe mendoheshin si pjesë normale e popullit grek, dhe një pjesë tjetër që ishin bashkëpunuar me italianët dhe për ata propozoi të shpërnguleshin nga Greqia në Rumani. Dhe problemi tjetër ishte problemi i shqiptarëve e çamëve, të cilët flas për çamët musliman, të cilët konsideroheshin një minoritet i pasimirueshëm, një minoritet i pandryshueshëm, dhe fati i tij, domethënë pa filluar shpërnguljen, mendoi që këta duheshin shpërngulur nga Greqia. Po kështu problemi i hebrejve, që ju e dini shumë mirë që mbase ishte pjesa si të më e rëndësishme e banorëve të Selanikut. Ishin rreth 60.000 hebrej që shkuan Jorgo Margaritis, po dhe të tjerë, hebrej të Korfuzit, hebrej të tjerë që u shpërngulën. Çdo të them me këtë fakt, do të them që përgjithsisht do të them që shoqëria greke dhe shteti grek nuk ishte i përgatitur për të ruajtur minoritetet. Minoritetet i kuptonin si minoritetet të asimiluara, si pjesë të popullit grek, dhe në këtë kuadër, ajo që ka ndodhi në vonë, në qershor të 44-s, me çamët dhe në mars të vitit 1945, është rrjedhoi e kësaj filozofie, e kësaj psikologjie. Greqia vetë në luftën e dytë botërore për hir të vërtetës u tendos si shoqëri deri në skajë. Përballoi shumë mirë italianët, në një farë mënyrë luftoi me gjermanët, por kur vinte puna kërkonte një shtet homogjen. Kjo është një smundje e shteteve të Ballkanit, nuk po them për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Edhe një fakt tjetër, në prill të vitit 1945, misioni britanik i sa ardhur në Tiranë, nuk është ai misioni i luftës, është i pas luftës i marsit vitit 1945 me Hodgsonin dhe Alan Parmerin që kishte qenë edhe gjatë luftës, por ishte edhe pas luftës u ngarkua të kryente një mision në fillim të prillit të vitit 1945 për të shikuar dhe për të dhënë opinione për gjendjen e çamëve. Përgjithsisht, për mendimin tim, opinionet e janë pozitive, kur vjen puna pastaj për zgjidhjet, është një tjetër histori. Po kështu u ngarkua Peter Fludi, një nga drejtorët ekzekutiv të UNRWA-s në Shqipëri, që të shkonte në pjesën e minoritetit grek, por të kalonte edhe më tanë, edhe ai ka raportet e veta për këto ngjarje. Anglezët për hir të vërtetës nuk shqetësoheshin shumë për atë që ndodhte me çamët. Mase ndjesia e tyre për një vendi të madh, ku në Evropë ndodhin me miliona shpërngulje, ishte thirrje që, por duhet të harrojmë dhe interesat e tyre ndaj Greqisë. Nuk duhet të harrojmë atë marrëveshjen e famshme të Stalinit me Çuçirin të tetorit të vitit 1944, të cilën e ka marrë nga arkivat ruse, jo një faqe, por nga data 9 deri në datën 18
do më thënë ditë pas dite, dhe ajo faqja e parë dhe faqja e fundit për Iris Vërtetës ndryshoi. Dhe Greqia ishte lënë në sezon influence e Britanisë së Madhe dhe Perëndimit në përgjithësi. Kështu që këto që ndodhin, varkiza e tjera nuk janë të rastishme, po janë si të rrjedhoja të sa politikave të mëdha që shfaqen në një mënyrë apo në një tjetër. Sigurisht çdo njeri normal me ndërgjegjen e tij, si të me drejtën e tij, e kundërshton, por ka ca gjëra me njerë që është shumë e vështirë të ndryshosh rrjedhën, të ndryshosh lumin. Lumi do rrjedhë në drejtim saktuar dhe vetëm mund ta shfrytëzosh atë rrjedhë për dalë diku, por është e vështirë të ecësh kundër rrjedhës. Dhe ato që ndodhen me Çamarinë ishin po të kësaj natyre. Edhe një diçka tjetër, Palmeri në raportin e vet flet për gjendjen dhe frika e tyre edhe misionit UNRWA në Shqipëri është se mos shqiptarët që vendosin minoritetin grek për një shkëmbim popullsisë. Për Iris Vërtetës nuk u pëlqente. Dhe një nga arsyet që u munduan të ndihmonin çamët përmes një programi të veçantë brenda programit të Shqipërisë, në kohë që qeveria shqiptare kërkoi që të ishte pjesë e programit të qeverisë greke, sepse ata ishin në shtetas grek, por nuk u bë gjë dhe kërkuan që, do të thënë, kishin frikë se mos u bësh vendosje popullsie e minoritetit grek në Shqipëri, e që nuk ndodhi, dhe gjithë e dim, këtë nuk e pati as qeveria shqiptare, as nacionalistët, unë paktën nuk e kam dëgjuar ndonjëherë këtë ide. Dhe kjo, disa mund të paraqesin si dobësi për shqiptarët, unë do të paraqesja si shenjë demokracie, si shenjë force, si shenjë që shteti shqiptar nuk është ndërtuar mbi teori shoviniste. Ka tjetër filozofi nga shteti grek, tjetër filozofi nga shteti serb. Prandaj, ne sot jemi mbledhur këtu të kujtojmë një ngjarje të dhimbshme, që për Iris Vërtetës ju dhëmb pasardhësve të atyre që u masakruan e u shpërngulën, por unë them që ju dhëmb gjithë shqiptarëve, jo vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, por me sa shikoj dhe shqiptarëve të Kosovës. Por ky është, si them, është një ngjarje tragjike e historisë dhe jam plotësisht dakord me profesorin që ne nuk do të harrojmë të kaluarën asnjëherë, por ama do të ndërtojmë ohura për të ardhmen. Dhe unë besoj që ne këtë mundohemi ta bëjmë. Faleminderit. Në përmbyllje të këtij aktiviteti, kam kënaqësinë të ftoj zonin Arkeveliu për të na përcjellë një mesazh përshëndetës dhe reflektues mbi rëndësinë e ruajtjes së kësaj kujtese historike. Të nderuar miq, ju falenderoj që u bët pjesë e kësaj përkujtimore të masakrës së fundit që shkruaj në Çamri pikërisht 80 ditë më parë. Më lejoni që të falenderoj të gjithë folësit, profesorët të nderuar, që hodhën dritë mbi këtë ngjarje, dhe ajo që ndjej unë, besoj dhe shumë të tjerë, gjithë shqiptarët, është fakti që ne duhet të themi të vërtetat tona, të vërtetat e Çamërisë, të vërtetat e historisë tonë kombëtare. Pak minuta më parë se të fillonim, pata një bërë bisedim me profesor Bernard Zotaj, i cili dha një ide shumë të mirë, shumë të vlerë, lidhur me atë për cilën çamat akuzohen nga grekët, pra për bashkëpunimin me fashistët. Ndërkohë që ka me qindra partizan, me qindra shqiptar të Çamërisë të vrarë në luftë kundër okupatorit. Dhe nëse e kemi pak disi të vështirë për të identifikuar të gjithë ata që janë vrarë në Çamëri, dhe kjo të për shkak të asaj heshtje dhe harese që edhe shteti grek kërkonte shqiptarëve dhe luftës së tyre, përpjekjeve të tyre, por ne kemi pak më të thjeshtë që të identifikojmë të gjithë shqiptarët e Çamërisë të vrarë në Shqipëri. Janë vrarë amban territoriut të shqiptarë, pra nuk janë vrarë vetëm në Çamëri. Ndaj e mirëprita
dhe propozimin e profesorit për të punuar për krijuar një grup pune që të identifikojnë pikërisht këta shqiptarë të Çamërisë që kanë jetën në luftë-përshkrimin e vendit. Unë duhet të falenderoj të gjithë ata profesor, historian, studiues, të cilët në kaq shumë vite na kanë mbështetur në çështjen tonë, në çështjen çame që përdyshim është çështje e gjithë, është çështje kombëtare. Janë zëra për cilët ne kemi patur shumë nevojë dhe vazhdojmë kemi shumë nevojë dhe unë jam i njohës. Por ajo që ne kemi shumë nevojë sot, besoj më herët do të kishte ndodhur, duhet kemi një studim zyrtar, shtetëror, të mirëfillt për Çamërinë. Dhe unë besoj që do të ishte në nderin ton kombëtar, do ta them shtetëror, që Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave, të ngritë një grup pune për të patur një dokument historik të plot, studimor për çështjen çame, që kjo të jetë një lloj busulle, një lloj guideline edhe për zyrtarët dhe për të gjithë ata që duhet të merren me çështjen çame, për Parlamentin e Shqipërisë, për qeverinë shqiptare, për Ministrinë e Jashtme, në mënyrë që mos të kemi qëndrime të shkëputura, të cilat kushtësi nuk kanë bazë historike. Pra, do të kemi një bazë historike shtetërore. Unë e konsideroj të rëndësishme këtë gjë. Unë i falenderoj edhe një herë, dhe ne jemi përpjekur si Fondacion Çamëria të kemi aktivitete të shumta, përtetur dritë mbi Çamërinë, mbi kulturën tonë, mbi historinë tonë, mbi identitetin tonë, dhe për këtë kohën e fundit neve sapo kemi krijuar edhe një podcast. Gjithashtu jemi duke për pak ditë del edhe një portal online me të njëjtin emër siç është podcasti Çamiko. Unë do të ftoja gjithkush që ka mundësi, do të kontribuonte për këtë identitet të zonës së Çamërisë, por edhe më tej, pasi ne nuk do të kufizojmë vetëm për shqiptarët e Çamërisë, është një pyetur dhe do doja që të kontribuonte të ishte pjesë e këtij rutini të ri që fondacioni ka për çështjen çame dhe kombëtare në tërësi. Ju falenderoj. False, ka drejt një bëjën me Verbushi. Unë, si që përmenda pak më parë, në bisedën që pata me profesor Bernardin, janë të shumë ato të vrarët dhe kontribusit të vrarët e lutës së dytë botërore kundra kushtuese, por ne nuk të arru një fakt shumë të rëndësishëm, që në shtator të 1945-ës është krijuar Komiteti Antifashist Çam në Vlorë. Mbajtë kongresi. Kongresi, po, mbajtë kongresi. Dhe ne si fondacion do ta rikujtojmë pikërisht në Vlorë në shtator të këtij viti 80 vjetorin e krijimit të këtij komiteti antifashist.